Prej të mërkurës në portin e Durrësit ka hyrë një tjetër tragedie për linjën Durrës-Bari dhe Anasjelltas. Kompania Venturis Ferries, operuese prej 16 vitesh, ka futur tragedin në Rigel 2 me kapacitet më të madh se i pari, për 1800 personash me 1200 shtretër. Përmirësim standardesh, është përmirësim cilësie e shërbimi, ka një kapacitet për 1850 pasagjerësh, nga këto 1200 janë krevate, 550 vende mjetesh, ka 5 bare, ka vende hapësira për fëmijë. Futja në linjën e përditshme Durrës-Bari me tragedit e ri është mirë pritur dhe nga pasagjerët e parë, të cilët kanë vlerësuar higjienën, sigurinë dhe shërbimin ofruar nga personeli. Ngela surprizë sepse emri po ai, po tragedi ishte shumë i bukur. Bukur, pastër, shumë mirë që ka tragedi. Kam lëvizë në shumë relacione tjera, mirë po është standardit që ndër më të mirë. Ka i plotësuar kushtet edhe për pasagjerë edhe për çdo sens si duket. Me afro 500 pasagjerë në bord, tragedi mes fishek zjarreve nisi nga Durrësi lundrimin e sigurt drejt barit.